Doj pak këtë punën e shumësisë, unë them se është shumë pozitive, sepse sa ma shumë fotografi, ne në atë shumësi gjejmë ma shumë fotografi kualitative, të mira. Pastaj janë ndoshta vetë qytetarët ato që zgjedhin për qenë selektive dhe... Jo qytetarët, ka sit tjetër. Ndoshta kemi shumë sasi dhe pak cilësi? Ja, absolutisht, e kundërta është. E kundërta. Sa të ketë më shumë... Më vjen mirë. Po, më them se trit shqiptarë janë vërtet shumë talentuar dhe fotografia shqiptare është në kam shumë sigurta dhe të mira. I njëjti mesazh është edhe nga Rozafa që duhen patjetër të rinj të merren ndoshta edhe me... Unë kam mendimin që kush marret me art, me fotografi, me poezi, me pikturë, me çfarë do lloj arti, ka shpirtin më të butë, bëhet më i mirë. Kur nuk mundet me kenë i keq një artist. Mendimi jem. Edhe sa më shumë të marren me art, një mënyrë ose një tjetër, njerëzit bëhen më të mirë, të ri të bëhen më të emancipuar në kuptimin që e shohin realitetin me sy pozitiv. Ky është mendimi jem. Edhe pse jo të marren, se pak ka pak perfeksionohen, e shohin ku kanë bë gabim herën tjetër, kanë më bë më mirë, edhe tu marrë me art nuk marrën me diçka tjetër që është më pak e vlefshme. Rrinë gjithë ditën në lokal të pi cigare ose një diçka tjetër, kurse më marrë me art është luks, është mrekulli. Sjell dobi. Shumë e bukur. Si është të jesh mes poezisë edhe fotografisë? Kanë lidhje. Është pak e vështirë se të dyja kërkojnë kohë, të dyja kërkojnë impenjim, të dyja kërkojnë shpirt. Unë më rri ka herë në një gjendje që jam gati me shpërthys, se s'di ku me hedh emocionin, a në vargje, a në një shkrepje. Ku ti ke dhënë shpirt më shumë? Kohët e fundit. Si ndaj, nuk i ndaj, se unë para 2 javë nxora Grizhlat, botim një libër me poezi ngegnisht, tash erdhme me këtë ekspozit me fotografi, e unë them që i kam hobe shumë dashtur në edhe të pandame me njëni tjetrin. E unë nihem mirë me tyne, falë Zotit më shkojnë mirë, e kombinojnë me njëni tjetrin, e unë nihem mirë me tyne shumë mirë. Sa mirë. Profesor, prej sa ditë qëndronin në Shkodër dhe si u duket kjo mikpritja shkodrane, jo vetëm nga Rozafa, por në tërësi nga qyteti i Shkodrës? Nga ardarësit e shumët. Po bëhen gati edhe ditë që jam... 10 ditë. Goxha. Si kanë qenë këto 10 ditë në Shkodër? Kanë qenë mrekullueshme, shumë të mira, kam shumë fishu numrin e miqve brenda kësaj periudhe në Shkodër dhe po Shkodra tradicionalisht ka qenë pjesa më afërt me Kosovën dhe ne kemi marrë shumë prej Shkodrës. Gjyshi im ka pas një dyqan dhe kretë mallin që e ka shit në dyqan ka ardhur në Shkodër e ka bli. To lidhjet tona me Shkodrën janë të kahershme. Të disa fishta. Po du me thënë që Shkodra vërtet ka ndiku për smiri në Kosovë shumë, sepse tek e fundit mësuesit e parë në Kosovë kanë ardhur. Do të shkosh me diçka që të kalon brez të veçantë, ndoshta edhe në një shkrepje në ndonjë vend të mrekullueshëm, sepse Shkodra i ka këto perla. Po ndërkohë kanë bërë ka prezantuar ndoshta edhe mikja jote. Ndërkohë kanë bërë edhe fotografi të shumta, po mbresa kryesore ka qenë apo mbetet kjo lidhur me ekspozitën që e kemi pas dhe këtij rrugtimi tjetër të ekspozitës për Itali. Domethënë Shkodra është pra ishte një ugur i mirë, një ugur i mirë dhe do të ketë edhe pse jo edhe për të ardhmen të tjera plane. Cilin do të cilësoni si momentin më të rëndësishëm në karrierën tuaj sa i përket fotografisë? Keni fituar disa çmime, jeni vlerësuar shumë. Momenti më i rëndësishëm ka qenë momenti kur kam vendosur më marrë me fotografi. Ai ishte. Kjo është mrekullia që ka ndodhur brenda jetës time, sepse unë jam shkolluar për grafik dhe për dizajn grafik. Po, në një moment caktuar kam vendos me ndru mjetin e punës dhe me fillu me bë art me aparat. Ku e kuptua që donit fotografin më tepër? E kam kuptu herët, si fëmijë kam kuptu, se jam i lidhur me imazhin. Qysh kur kam da një dhomë me vllaznit e mi,
Unë në një mur kam pre fotografi nga revistat që blenin vllaznit e mi të mëdhej dhe do më thonë, po flas për idhujt e mi artistik të asaj kohe. Që ki marrë ndoshta edhe frymëzim nga ta. Dhe i ngjitja në atë pjesën e murit që e konsideroja se është mrena se dhome muri im. Prej atëherë, do më kam qenë sigurisht 10 vjeç, 11 vjeç, aty kam lidhjen e parë me imazhin. Kështu që besoj shumë se pikërisht ajo periudhë ka ndikuar më vonë me ju kthy fotografisë dhe përfundimisht me më marrë me fotografi. Tashmë kam mbi 15 ekspozita personale dhe shumë ekspozita kolektive. Kjo dëshmon se unë vërtet kam qëndruar brenda fotografisë dhe natyrisht derisa të më rrej ky damari këtu, do të merrem me fotografi. Shumë bukur, duke ju uruar shumë sukses sepse ja. Faleminderit shumë. Rozaf, për ditët që do të qëndroni në Itali, do të jenë të njëjtat punime apo do të ndryshoni diçka? Do të prezantohet e njëjta ekspozitë? Po. Ekspozita 2x15 shkon e plot në Itali. Është një aktivitet që ato për çdo vit e bajnë me artistat ndryshëm, si mjet na pat me fatin edhe jena të lumtur. Inshallah po na realizohen tonë ato planet tona edhe po shkojmë. Sigurisht. Me kalu det është oguri mirë, e na thona që ekspozita ka me kënë ogur mirë edhe atje. Për ne ishte kënaqësi në fakt që ju kishim sot në këtë mëngjes, besoj që kur të riktheni nga Italia do të na tregoni edhe eksperiencën atje. Sigurisht, do t'ju ftojmë prapë përsëri të paktën Rozafën do ta kemi këtu, nuk e dim për profesorin. Përveç kësaj ekspozite në Itali, cilat janë projekte që ju keni që tani në mendje për të ardhmen? Ndoshta një ekspozitë tjetër personale? Gjatë vitit 2017 do të kemi një ekspozitë personale në Francë, në qytetin Ville-le-Grand. Sa mirë. Është ekspozitë që e kam fitu prej një konkursit fitu. Aty kam fitu çmimin e parë dhe çmimi i parë i jep drejta autorit me hap një ekspozitë personale atje. Kështu që planet e mia janë të fokusuar në atë drejtim pas ekspozitës në Asti. Me çfarë tematike do të vi? Akoma nuk jam përcaktuar, mirë po do të jetë diçka e ngjashme me këtë që kam filluar me Shkodrën. Ju kuptoj. Por Rozafën besoj që do ta kemi në Shkodër për të na sjell gjëra të bukura për ardarësit, qoftë me poezitë, me fotot që nuk mungon. Rozafa vjen për Tiranën në Shkodër. Unë nuk bëj në Tiranë asnjë aktivitet, megjithëse kam 20 vjet që kam shkuar, këtu e kam shpirtin, e këtu vje i bëj tona promovimet e librave, ekspozitat e tjerë, se Shkodra din me prit artin, din me e dasht artin. Ka sytë qeshun e ka sytë për lotën, kur shofin fotografinë e kja mrekulli. Në Tiranë unë shof të si, më kama me shku me e quart atje. Ku mund të gjejmë librin tënd të fundit, Rozaf? Libri është të këto 2 librerit Ora edhe ajo libreria universitare, Grishlat. Ndoshta ka fundit e torit, unë kam e ba promovimin e librit, e unë kam me juftu edhe ju dy. Sa mirë, të falenderoj. Bile mund të na recitonin në një. Do vim me shumë kënaqësi, patjetër. Ju përshëndesim atëherë, duke ju uruar shumë suksese në këtë ekspozitë që do të keni edhe prezantime në qytete të tjera. Besoj që do të mirëpriteni mirë. Por besoj si Shkodra jo, po megjithatë. Na ka dhënë bekimin, Shkodra e Marubit. Edhe kjo ekspozitë, se ndoshta nuk e përmendme, i është kushtu Marubit. Plakut, na e kena marrë bekimin e tij, e ndoshta ai mirazhi i tij e bekimi i tij po na bën që me pas sukses. Ju urojmë sa më shumë sukses që t'jete mundur. Ishte kënaqësi t'ju kishim në studio sot. Faleminderit për ftesën. Vazhdoni qëndroni me ne, mos u largoni nga ekranet e Vini Channel. Kam venturojtur.